Detajet e reja janë zbardhur përgjatë kësaj të ëne nga hetimet lidhur me atentatin ndaj 58 vjeçarit Isuf Jaçaj në Sarand, të ndodhur përgjatë mbrëmjes së vonë të së shtunës në qytetin bregdetar. Nga hetimet e deritanishme nga grupi hetimor, bëhet me dije se hetuesi dyshojnë se autorët e kanë vendosur tritolin në mjetin tip Toyota të 58 vjeçarit 2 ditë përpara ngjarjes. Lënda eksplozive dyshohet se ka qenë rreth 500 gram dhe është instaluar nga autorët poshtë automjetit, pikërisht në vendin e shoferit. Sa i përket dinamikës së ngjarjes përpara atentatit, Isuf Jaçaj ka qenë në një lokal duke konsumuar kafe në lagjen nr. 3, aty ku ka edhe banesën e të birit rreth orës 22:45 minuta, dhe pasi ka dalë nga lokali, është futur në makinë, ka ndezur mjetin dhe pasi ka ecur rreth 20 metra, është kryer edhe shpërthimi i telekomanduar. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë dhe ka nisur hyrjen e tyre me qëllim identifikimin e autorëve të dyshuar. Policia ka pikasur një mjet të dyshimt që ka qenë në zonë gjatë gjithë kohës kur ka ndodhur edhe ngjarja dhe po bëhen edhe verifikimet e para. Hetuesit dyshojnë se autorët e kanë mbajtur në vëzhgim prej ditësh viktimën, duke gjurmuar lëvizjet e tij. 58 vjeçari nuk ruaj dhe as nuk lëvizte me automjet të blinduar. Policia ka dyshime se autorët kanë qenë rreth 200 metra nga vendngjarja, nga ku kanë kryer shpërthimin në mënyrë të telekomanduar dhe më pas janë larguar. Të dielën, por edhe mëngjesin e kësaj të ëne, forcat Renea, por edhe një grup i repartit të FNSH kanë zbarkuar në qytetin e Sarandës dhe në zonat periferike të bashkisë Konispol, duke kryer kontrolle të shumta me qëllim gjetjen e provave që mund të çojnë në zbulimin e autorëve të vrasjes së 58 vjeçarit Isuf Jaçaj. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista e vetme në të cilën po hetohet është ajo e vrasjes për akmarrje, për shkak se i biri viktimës ka ndihmuar autorin e plagosjes së 2 personave më 17 korrik në Sarand. 31 vjeçari Klaus Jaçaj u dorëzua në policinë e Sarandës mbrëmjen e 23 korrikut, 2 ditë pasi një person i maskuar i shpërtheu me eksploziv automjetin tip BMW që ndodhej i parkuar pranë banesës, ngjarje kjo e cila vazhdon ende pa zbardhur. Prokuroria ngriti ndaj tij akuza si përkrahje e autorit të krimit dhe moskallëzim krimi dhe e la në masën e sigurisë Ares me burg. Viktima Isuf Jaçaj njeh ndryshe edhe me 9 këmbushi dhe rezultonte me precedent penal që prej vitit 2000. Në qershor të vitit 2010, Jaçaj mbeti i plagosur pas një sheri me mjete të forta, ndërsa në tetor 2011 i shpëtoi një atentati me armë zjarri. Në vitin 2022 u përfshi sërish në një konflikt gjatë të cilit ju gjet një përforcues grushti dhe u arrestua. Pas kësaj kohe, 58 vjeçari punonte në turizëm, duke u marrë me transportin e turistëve kryesisht drejt plazheve.